Jemi sërish në Gazimestan, këtu ku tashmë kanë filluar edhe një fluks i madh i qytetarëve që po vinë nga Graçanica e në fund të organizuar tashmë në hapësirat e Gazimestanit për të vazhduar me pjesën e manifestimit të Vidovdanit, pra ose e njohur si Betejë e Kosovës, një ngjarje e cila është shënuar më shumë se 600 vjet më parë. Tashmë policia e Kosovës, siç kemi raportuar, i ka formuar edhe disa korridore në të cilat do të futet çdo qytetar i cili do të marrë pjesë në manifestimet e Vidovdanit e që do të kontrollohen e më pas do të futen brenda në hyrje të ambienteve të monumentit ku është i vendosur, ku do të bëhet pra dhe drejtimi i personave që do të vazhdojnë manifestimin e Vidovdanit, pra po u shpërndahet edhe nga një letër me rregulla të cilat duhet ata t'i ndjekin për të pasur një manifestim të qetë, pa shkaktuar ndonjë incident apo ndonjë situatë e cila mund të shkojë deri tek nxitja e urrëties edhe përçarjes. Kemi raportuar më herët edhe se për shkak që një politikan serb, Stefan Veljković, për shkak që nuk ju bend urdhrave të policisë së Kosovës për t'u larguar nga hapësirat e Gazimestanit, ai u shoqërua me një veturë të policisë së Kosovës drejt stacionit policor, ndërsa deri më tani nuk ka informata zyrtare se çka është shqiptuar ndaj tij për shkak të mosbindjes së urdhrave policore. Zyrtarët policor kërkuan nga Veljković që të largohet nga hapësirat e Gazimestanit, pasi i njëjti erdhi në formë të organizuar me disa kolegë të tij, ndërsa veshun pati një bluzë me fotografinë e politikanit tjetër serb Aleksandar Arsenijević, i cili aktualisht pra gjendet në kërkim, është në Arrati dhe po kërkohet nga autoritetet e Kosovës, pasi ditë më parë policia e Kosovës njoftoi se në pronat e tij janë gjetur një mori armësh e të cilat janë konfiskuar. Pra po shohim edhe situatën aktuale e cila është në Gazimestan, pra vazhdojnë qytetarët që të shkojnë drejt monumentit, aty ku do të nisë edhe ceremonia e festimit të Vidovdanit, ndërsa të shumta janë pra ekipet policore që janë vendosur përgjatë gjithë rrugës e cila të shpihet deri tek në Gazimestane. Në anën tjetër po shohim që përveç ekipeve të rendit janë të pozicionuar edhe ekipet e njësive speciale, të cilët pra në bazë të planit operativ janë parë këto që nga orët e hershme të mëngjesit e që policia e Kosovës njoftoi se e gjithë kjo situatë u krijua për të ofruar rend dhe siguri në manifestimet të cilat do të zhvillohen për këtë festë, pra Betejën e Kosovës apo Vidovdanit nga ana e serbëve të cilët janë mbledhur nga vende të ndryshme dhe kanë ardhur në Gazimestan në rrethinën e Obiliqit për të festuar pra këtë festë. Në anën tjetër, pra policët po vazhdojnë, ashtu siç po e shihni edhe në pamje, gjithë secili person i cili ka lënë këto korridore të metalta që janë vendosur nga ana e policisë së Kosovës, kontrollohet çdo bluzë e cila pra është e veshur e që potencialisht mund të posedojë ndonjë simbol nacionalist, ai do të largohet për shkak të pra qetësimit të situatës dhe mos të lejohet që situata të shkojnë drejt nxitjes së urrëties dhe përçarjes. Po ju lë edhe pak me pamjet dhe ju vazhdoni me ndjek kallzo.com në të cilën pra do t'ju tregojmë gjithçka çfarë po ndodh në festimet e Vidovdanit.